thuaj gjë së gjallë është nyja më e rëndësishme për ekonominë rurale të qytetit të Vlorës, por funksionon në kushte që janë larg çdo standardi të një tregu bashkëkohor. Ju me shisni? Jam njëkohësisht dhe tregtar dhe ric. Kam ka posha pula deti në Qeprat, njëkohësisht kam dhe sheleg. Kemi rreth 8 vjetë që shesim pusmezin të rotondu aty. Si vjetë, po jemi në krimet e rënda, thamë dhe njerë. Kemi bërë krime sepse shesim pula. Se policia dhe bashkia s'ka qatë bëjt tjetër edhe vinë... Ka ndikuar. Po pa na bërë një treg, jemi. Se fjerje ka për shembull, ka edhe një kosto 2.000 lek apo 1.000 lek punë e tyre sa e kanë. Jemi qyteti vetëm pa një treg. Vete në Urtëmi Folit s'ka një treg, është Lluca deri këtu. Vinë këtu, po e njëjta gjë, shikoj katastrofë në çdo krah. Çfarë kushtesh je? Nuk kushte që as telefoni nuk kap. Me rast e kap dhe telefoni. Në këto kushte janë. Edhe këto 10 ditë që kishim komplet klientelën për të shitur atje, na heqin, do me thënë me një urdhër të prerë, se pak të duhesh 2 muaj para kohët që të bënin një vend të caktuar këtu, ose 2-3 tabela që të drejtojnë njerëzit, ta kuptojnë, ta dëgjojnë në për televizione. Dje kemi vajtur 10-15 tregtar në bashki, as na ka pritur mirë, më thoshin se jeni shumë mirë. Atje, unë u shikoj ka blersa, njëkohësisht ktheu pak me mua, ju lutem, brenda mundësive, ktheu pak me mua, tani, siç kthehemi këtu, ball për ball meje, i pyesim gjithë me radhë. I pyesim dot, nëse keni kohë. Të pyesim djalin e parë këtu, ky zotria këtu i ka për shembull të tjerë. Ke pas blerje këtu ti zotrote? Jo. Djali tjetër është prapë në Sevasteri, ka një mikrer të tjetë. Qëndron problemi. Janë të informuar njerëzit. Po nuk janë të informuar sepse një moshatar 75 vjeç apo 80 vjeç nuk të vinë dot këtu sepse nuk na vinte dot atje. Prap edhe disa të tjerë na i moment donte 5.000 lek të vinte me një taksi atje, sepse normale ishte larg qytetit apo jo. Tani duhet në 10 apo 12, do t'i vej ka poshi... 50.000 lek, 30.000 lek? Po qa 50.000 lek, 50.000 lek që ishtë bërë si 2.000 lek shqiptare. Se atë më tha dhe ajo zonja dje të bashkia, nën kryetarja, më ka thënë që unë atje u pash, ne ishim një grup që bëbëni muhabet, edhe ajo qonë sikur ne shesim. Ky është tregu këtu, ka ati pyesim e radhë, në qofë se kush ka dëshirë, ja, urdhër. Ky tjetri ka... Si keni qënë me shitjet këtë vit? Moj 0, kur them 0, qa? Unë jam me 3 fëmijë që të gjithë janë allergjinë këtu. Po mungesa e tregut, që s'ka qenë asë njerë treg, ka bërë në njerë që të mendosh mos ta vazhdosh këtë... Gjo që Ivan, unë jam bërë të betojmë tani, jo të shtirem, po të betojmë që të them jam gati të marrë valizhet e diki bashkë me fëmijët. Kur them jam gati sepse ngushto këtej, ngushto në një krahun tjetër, dritat vinë, uji vinë, të gjithë vinë, ne jemi njerëz fundi, nuk jemi... Tashi, 3 fëmijë me bebelino nuk i mbajmë dot, sepse kostot janë në maj. Po edhe 5 ditë që dua të shes atë gjën e gjallë, qofsha tregtar apo qofsha ric, nuk më lë. Krijoja tregu, nuk po them. Më bëj kushtet të pagoj dhe 2.000 lekshin, 3.000, 5.000, sa e këti zotri. Nuk jam jashtë kushteve. Po na përzë policia bashkja ke rreth e vërdall, kapi macja mil. Përveç... Urdo, po ka ardhur një, urdo, e ke orën tani, ta shikoj, është ora 10 fix, do thonë gënjej, e ka orën 10 fix, nuk vjen njeri të pyes, të thot mëngjesi, jo më të ketë blerje. Ja, kjo është çështje tregu. Përveç këtyre humbjes të klientelës që ju keni pësuar, kushtet si janë? Po kushtet ja, urdo. Ja, jo është kushti aty. Që po të bje një... Kthe kamerën ande. Po të bje një shi atje, këtu mbushet rrafsh. Ja, kjo është... Këto janë kushtet.
Ju jeni ankuar si tregtar që gjithmonë, do me thënë, nuk keni pasur Edhe vjetë po të njëjtën gjë na kanë thënë ne derisa të merret një mas, do të heqim që këtej, do të çojmë andej, ne do bëjmë për tregun, po këta vinë kur kanë votat. Kur kanë votat ta idhen në sulm. Zorën dhe projekte të reja? O sa projekte do ndërë, ajo vete ku digjon, mbulon kanale, zbulon kanale, se që më duhen kanalet mua edhe gjithë vlonjatëve u duhet një projekt, një punë. Më qotë ca fshes agji atje, mua sikur shin edhe i tregon Vlorës i duen njerëz që të punojnë, duen gjëra vende pune, nuk i duen... Ja, urdo dhe ata, edhe ata i ketë. Rica njëkohësisht dhe tregtar. Shikoj. Rim, po keni dëshirë, rim dhe në drektu, të shikoni dhe shitja. Po s'mori sot, nesër pas nesër. E këto 5 ditë të tjera mos kujto ti se do shiten mbrapa vitit të ri këtu. Se këtu s'ka, jo më të rinj, po as qenë s'po mbeten më të bashkia. Si janë kushtet? Kushtet, si që shikoni, veproni. Këtu s'ka fare punë, kemi 3 ditë, ora 10-11, unë s'kam shitur asë një detali. Dhe nuk eshte ora 11, deri në orën 3 që rrim ne këtu fare. Tani net nga këshilën 10-15 ditë atje, do kishim punuar. Kemi punuar 7 muaj dhe nuk i shesim dot, nuk i ham dot vetë. Ne këtë kemi punë. Ju i risni vetë? Vetë i risim. Dhe nuk, ku do t'i shesim? Ku e ke ti këtu popullin? Me as me dronë, neve këtu nuk na gjenë, janë moshatar, ata s'din rrugën, ata s'din vendin t'vin të blejnë. Dhe ne mi futu këtu në këto tunelin këtu dhe vetëm shikojmë qiellin, edhe asnjë edhe njëri tjetrin këtu. Bëj muhabet. Kaq kështu. S'kam më tani sepse Po kushtet si janë? po çfarë kushte më çfarë ja ti shikon, ku ka kushte? Këtu s'ka asnjë gjë. Ka qezën për të larë duar dhe O të keqe motra qa qesme, ajo thot ande ma tanë, andeja... Unes na gjenë këtu, jo ande. Tregtarët keni kërkuar vazhdimisht që t'ju krijojnë një mundësi në intregu. Po këtu? Sa herë janë ankuar? Ju a kanë ndërtuar këtë tregu? Asnjëherë, atë fabrike tullave atje ka vend plot, atje të na e kishin bërë. Jo këtu. Atje magazinat e vjetra janë, 20 ditë punonim, dhe iknim dhe neve, kemi punuar 7 muaj, e tani s'kemi ku ta shesim. Kemi hedhur miliona, ma jemi borxhe, kemi hedhur miliona, ku do t'i gjejmë t'ja japim borxhliut. Kemi hedhur miliona që kemi punuar. Tregu i Çoles është një nga më të frekuentuarit, por edhe një nga më të papërmirësuarit. Çdo ditë, qindra qytetar blejnë këtu, ndërsa tregtarët punojnë në kushte që prej kohësh kërkojnë ndërhyrje. Punë s'ka, të vjetu s'ka. Kushtet vendis. Ja, se shkon vetë këtu. Si riti kushtet? Po rria. Në pikë të pëtomës, ku do edhe të ri. Shko si rinë plaka këtu, ja unë ta këtu dhe ri. Sa vjetë? 67. Do ushkemi. Qa do bëjmë? Shpim me qira, dhe remona pjetë. Ju si tregtar jeni ankuar vazhdimisht për kushtet e tregut. Ju kanë thënë që do ju rregullohen. Po ja, ku i ke, as po i rregulojnë, as po i shkretojnë. Qa të thotë në kaqë. Një del? Ku më del mua?
Akoma unë dhe të bëj 60.000 lekë të arkës. Pa të marrë bukën. Në jote. Ilace, bukën, aqirana. Shumë keqë. Dimri është më i vështiri. Më keqë. Unë vi që në 6:20 këtu, më mbushë e sytë me lotë, kur vi që nga shtëpia këtu. Edhe po që se kemi... Si transportoni, merë në krah? Jo, mi bje një shofer i bananës. Qërë do bëjnë me 2 arka banane? Qërë do bësh me 2 arka banane? Sa vite ke që punon këtu? Po ma këta vite, kur kam dirë banane në najo dhe thoshin njëzit që shke parzane verdë. Që atëri ju kam premtuar për Po. këtë? Sa vite? Kam shitur te kinoteatrin para, rrugët të trotuarit, që nga ambulanza e deri te Orici, në për trotuarin, në shi, në këton, gjitha. Tani nuk mbusën të përsta me banane, nuk të lëmë të ushqesh. Sa vite ke që punon? Ja, llogareti e para fare me banane, që doli banania në fillim fare. E të pyesësh të gjithë pallat, kalamajt e pallatit këtu i kam mitur vetë, motra banania. Motra banania më flasën kur vinë. Se dilem për pallat e motra banane, opa, dile gjithë pallati. Që atëri ju kam premtuar për treg? Për treg pasaj u hap, peregu pasaj, kisha një vend aty. Tani s'kam vend, do prish vendi. Ashtu si për tregu, për i bret. Ja, ku ka treg këtu? Këtu është privat, motra, nuk ka shtetëror këtu. Po ti ishte shtetëror dhe mund të flisë, është privat. Sot jam nesër që. E kuptonë? Këtu jam privat, s'ka shtetëror këtu. Unë jap tjetëri, jap privatit lekës, jap shtetit. S'kam punë, pare me shtetin. E kuptonë? Këtu janë 13 pronarë në këtë tokë. është shteti që duhet siguron të Nuk ka shtet, nuk ka shtet. Për tregtarët, a duhet të siguron të shteti një treg? Nuk ka shtet, motra. Të plasë qapër, këtu nuk ka shtet. Po të ki shtet, nuk do ishte në këtë gjendje, si ka qënë para. Nuk ka shtet këtu, këtu janë privat. Sa vite kanë që ju thonë do ju bëjme, do ju... Tani, qatë të mund të, qatë treg do bëjnë? Më të e qatë treg do bëjnë? Këto ta shkoj një njeri këtu i kam e vrap njerëzit. Qatë treg? Dimri është më i vështiri për ju tregtarë. Tani, si dimri dhe beari kësho është, mëndra. Unë kam 50 vjetë me këtë punë. Kam qenë në 90-a, llogariteti, me këtë punë. Nuk ka shtet. Po të ki shtet, ishte më ndryshë. Këtu janë privat njerëzit. Si ka ndryshuar fushia Blerëse që në 90-a është? Ndryshia Blerëse ndryshon në ditë në ditë. Këtë e ka fshatari, nuk e ka se kemi neve. Njëre ullë, njëre. Këtu që ato televizori gënjej nuk ble njeri më këtu. Mandarina e Saranës të kanë dalë këshu, po s'ble njeri më. Kanë frikë njerëzit. E kupton apo ja? Po për kushtet tuan, ka në njerë Blerëse të thonë dhe ku i mbani këto gjë? Po tani që do bëjnë, është i detyror, ku do vëmë? Ne do shemi. Ne për këtë punë jemi, që atë e mundi. Tu ka marrua çdo gjë. Nuk ka ndërë asë një ratë mbështetje që ju kanë... Po që mbështetje? Kush ka Do ju mbështetje? ndërtojnë treg. Kush ka? Gjithë, kanë shumë vite Që nga i jarova emnin ai, që nga i pari këtu, kanë 3-4 bashki që kanë ndëruar. Të 4 një gjë. Një gjë. Vinë me 10 veta në mbrapa ai edhe hajde do votojmë për të. Ne si të e në veri, si të këta duat trokitje bëjmë gjithmonë. Do shemi. A të të furi qreti, këtu jemi privat, nuk jemi shtetëror. Edhe privati nuk e le që ta bëndërtesë, se le shteti. E kuptonë? Do mash leje, do bësh leje ndërtimi, do bësh... Ati ja i e bërin me kushte me tëra dhe eri puna ka 500 gjyqe për të bërë.
nuk të le njeri me kushtet të mira këto. Duhet të rish kështu. Po do të rish kështu. Tregu i Kapeles është simbol i vlorës të vjetër, i gjallë, energjik, por i pastre dhe jashtë standardeve që një qytet modern duhet të ketë. Po shikoj vetë që në kërgjë. Gjendje keq. Sa vite keni? Unë vaja 20 vjetë. Të ja kështu da bëjmë sa bëjmë njëse jasë pa bëjnë asë. Gjatë këtyre viteve, sa e ju kanë të në qytetarë? Sa ka e kanë fushata, sa e kanë kështu, da bëjmë dhe së pa bëjmë pare. E për cakë. S'kemi për të bëjmë më urinarë. Sa e vështirë? Pa vështirë, ja. Mine kemi profetorën i kanë gara ku do venë. Ku do venë. Se kështu është tregu, parat i pagojnë, 2 vina parat i do. Edhe tregu ka ngellu kështu. Edhe punë s'ka fara iqë. Ju pengojnë që të keni edhe më shumë punë, se qytetarë tërme në kushtë. Po tërme. Ka minë brenda thonë të. Tërme, së bje njëri. Këtë rime duhet në qëtë? Kush? Keni të S'ke, po jo se të po, edhe punë s'ka. Kështu di këmirë nuk ka. Do i pagojmë kod pagesën e asë dispozëm. Ja, që gjëti. U da unë qatër këtu. A, shi borja këtu, dërim. Kur është periudha me e vështire vitës? E gjithë viti kështu është. Je jashtë, nuk e brënda. Frynë gjëmon, ja, mërman era poshtë. Bet në ujë. Ku do rjej që të beja, jo të bëjnë më minë dyqanë, këtu s'blen të, se së rridot. Po vim nga halli se jemi pesën e majnë 100.000 lekë. A i s'pa ngrasë, po, e 10 fare. Qa bëjmë 100.000 lekë? Qa do bëja të fojti? Për çfarë të dalin në të shumë? Për që mes më asë i latë që da zirë. Ja ti ke baba vetë. Ke, i dalin 100.000 lekë. I dalin 100.000 lekë. E dira me 1 milion, 2 milion të rrimë sa majnë ata po vjetin, pampe dhe s'ngope. A i të ata bëj pension 200.000 lekë, a se bëj fare. E ngi 8.000 lekë, turpi ma. Sa me nga halë vim tu. Jam pensionist, ja vi nga halë. Së më dalin 100.000 lekë. Kushtet tuaja duan të di. Ja, kushtet si janë, ja, shikoni vetë. Shikoj vetë, shi e bëj. Vite keni shpërën? Ordo? Sa vite keni? 33 vjetë. Me këto 33 vjetë, sa herë ju kanë premtuar që të duat bëjtë? 33 herë. Çdo vit? Çdo vit, çdo fushat, çdo. Ja. Sa do bëjmë? Jemi pensionista tani, dolën pension. Nuk ju del pensioni, prandaj Po s'del se të dilte 100.000 lekë pension, sa do bëjmë? Tani është dhe periudhë Diabet, veshka, tension, anemik. Tani ko me shi. Këtu në shi, tu do vdesim ne. Sa të vemi në babis. Ju dalin të araturat? Po ku dalin të araturat? Po, do anë pa budorim. Kemi fëmijë, kemi një për mbesa. Klientët në krasime për para, si janë? Kush? Klientët. Çmimet? Klientët. Ku ka njerëz që kodin? S'ka njerëz. Ja, 10 kile lule ja. Po mendoni se kanë ndikuar këto kushtet e këshia? Ka nikur, jo, ka nikur populli pa jo. Ka nikur Po populli. kushtet e këshia nuk Ka kanë të një- bëjnë konsumatori, nuk Tani këtu, vajta 33 vjetë kështu ka qenë kështu blenë. Unë para ishe ja, shkalojë do tu. Tani s'ka, mosha ime ka ngellu, ja e ti në një të rrallë si puna jote, ja e. Kanë emigruar njerëz që duan të jetojnë më mirë. Se të do fati matë, jo, vlora ka qoj atë Ka më shumë nevojë. Fati matë ajo, Kush more? kjo kre bashkjake që... Ajo po të në Fati mi matë i vlorës, ajo është. Keni besim që do kanë ndryshë? Ajo, Ajo të ndërua. Me ju borë. Kjo periudhë tani e vitit si është? Do, për nuk është shikoti ku ka njerëz, ja. Ja, shiko, Po ka. përpara?
Pa, kështu ka qenë, më keq. Kështu ka qenë. Ja. Sa më do mirim pension është probleme, do punonim që hish, ja. Ja, kjo është gjeni jam lorë. Jo në lorë, për gjithë Shqipërinë. Kanë emigruar një ditë dhe pa. Për çfarë ka më shumë nevojë tregu? Për çfarë ka nevojë? Për popull të blejnë, ne jemi gati të Po për shërbejnë. kushte më të mira? A kush e mësuan tani popullin me? Në këtë treg. Ne ushqemi këtu, ushqemi. Vër tavolina, hiq tavolina, vër tavolina, hiq tavolina, ditë për ditë kjo punës. Kushte ne ushqemi. Parat na e merr. Jeni shumë mirë kështu si jeni. Jemi shumë mirë. Mirë jemi më pa. U mësuam ne tani mirë jemi. Mirë jemi. Jemi shumë mirë. Treg. 23 vjetë. Si kanë qenë kushtet dhe si janë? Ja, të jesh një vjetë që të vesh 23 vjetë që je duke rritur, të jesh 50 dhe të vesh 70 të je duke plakur. Shikoj pleqerin e ambientit. Ne nuk qajmë më për mobla, ne s'ka popull të vitë të plej. Ka mbaruar brezi. Popullit marrën pensionin, gjysmë e marrën një ilaç që gjysmë dhe blejnë buke qumësht. Kaq. Po kushtet e cilat? Lej kushtet i harrojmë. Ne në këto kushte ishim banakët plot, nashti s'ka popull, s'ka punëtor, s'ka konsumator, s'ka u zhvesh Shqipëria. Po ku bjeshi, ku shetë? Le ku bjeshi, mu shaman kokë. Po të ketë bleshitje shesun në përshi. Ka nuk është vështirësi? Jo, i ka marruar. E kupton që ne s'nxjerrim dot ditën e punës, bukën. Nuk e nxjerrim dot se s'ka fuqi blerëse. Po s'ka fuqi blerëse kanë mbaruar të gjitha. Në këto 23 vite që ti punoje në treg, sa herë ke dëgjuar prandoj që do rregullohet? Dëgjoni. 2 herë në çdo lloj fushate premtimet janë të plota. Është muhabeti që unë nuk dua kushte, dua popull vinë të hanë. Ka popull. Po kushtet nuk janë të domosdoshme? Jo, nuk janë domosdoshme. Po në shtëpi 2 veta kanë ngelur. S'ka më. Ata njëri çalo, njëri del blen një ilaçe. Kush do vit haj? Asnjë. Këto të bëjnë këta, të bjen popullin lere këtu. Ne shesëm edhe në rrugë. Po të ketë popull. Po qarë thua të keqen. Nuk mendon ti se e largon popullin ka infrastruktura këtu? O qupë. Mos nuk kanë besim. O qupë të keqen nëna jote, në ju keni hake, ne kemi të drejtë. E di si puna, unë para 10 vjetë shqisja 1 kuintal domate në ditë. Afrojnë që atë kamerën aty. Këtë ark domate kam 3 ditë që e kam marrë. Dhe s'ka rritur që ta herë. E kupton që kam shqit 5 kg domate sot. Për 100 lek që e kam unë fitimin 500 lek, ato 500 lek i kam paguar qeska dhe taks dhe kam baruar ditë e punës. Hëtë keqe nëna. S'ka. Po keqi kemi, qa do bëjmë të keqe nëna? Qa ja që koni vetë, arrim të dita. Unë kam vitit këtu të keqe nëna, 3 kam. Po të ashtë të alërë se nuk kam dhe fuqi nëna. Bajti mosha. Qa do bëjmë, është shumë varfërie madhe. Shumë fare. Kam premtuar që ta rregullojnë. Inshallah, ta rregullojnë të keqe nëna. Mos ta qojnë andej ma tanë, ku e dim në shi? Shikojmë të ashtë në janar qanë. I s'ka pare. Fare të keqe nëna, ku tot në s'ka pare. Qa do e thmonë? E di sysi sa ka të i brënda. Pa i këshiko sa ka. Ku do ta qojta edhe i poshtë. Poshtë do ta edhe të gjithë mandin.
Se s'ka njerët. Në krahasim kur e krahason me vitet e mëparshme. O, qa thuat ki qenë atyre ka patu plot punë. Plot ka patu, tani nuk ka. Ka ro shumë. Pse ra? Po s'ka, se s'ka njerëzit. Nuk ka. Nuk ka parat ke gjënëna. Po s'pate para është e pa mundur. E kanë më të thjeshtë të shojnë për dyqan. Do shta dhe nga kushtet. Po ku e dim në nashi, s'ka njerëz. Për i bret zotit i kemi kushtet, ja, shife shkruaj, ja. Jo mos vini në ditë me diell, hajde në ditë me shi dhe shikoni si bëhet këtu. Do ta shikoni. Qa ke? Sa vite keni që punonin? Mbi 25. Gjithmonë kështu ka që? Kështu gjithmonë. Pse? Do të shikojnë ata që nërë. Si ka qenë më keq. Shumë keq janë kushtet, sidomos për ditë të shiut. Premtimet kanë 30 vjet që vazhdojnë, kështu që asnjëri ik, njëri hajde tjetri, këtu s'vin fare, vinë vetëm për zgjedhjet, edhe po erdhën. Vetëm diçka ka ndryshuar këtu klientela që nuk. Po njerëz që nuk ka më. Kjo ka ndryshuar. Të tjerat janë njësoj. Si e kujtoni kohën? Tash përpara kishte edhe punë, më ndryshe ishte, kështu tani jo. Tani ka. Po që kushtet janë për. Po tash si ja dalim me të keq. Si e dalim? Qa do bëjnë? Kështu që kushtet janë për i bret. Është gjuna. Me thënë vënd paguanim diçka që mund bënde bashkia një tarif të caktuar, jemi detyruar paguajmë. Kështu që paguajmë shumë. Qa të themi? Ju shikoni vetë, nuk është nevoja të themi ne. Dhe shta jeton vetë, këtu shikon vetë kushtet, si është. Tregu kështu ka qenë për i bret. Noi zile s'kemi pak të për ambientin, për tregun. Ja, shikoj, qa do të them unë si kemi, për i breti kemi. Një qezëm të lajmë dorta, një asë gjë. Sot është ditë me djellë, po në ditë me shi. Në ditë me shi këtu, lere se qështë. Asë një kush s'kemi. Për tregun asë një kush nuk është bërë. Sa vite keni që punon? Unë kam 20 vjetë këtu që punon. Çfarë ka ndryshim? Asë një gjë. Unë nuk shikoj në ndryshim, unë veti kam bërë kushtet e mia. Kam vendos një tënd aty për shiun edhe. Përveç nga ne taksën e paguajmë të bashkisë, se e paguajmë taksën që na kanë caktuar dhe i shërbim nuk shikoj. E vetë gjë që ka ndryshuar është klientela që ka zbritur. Klienti ja shikoj tregut, unë sot jam zero fare po të shikosh për punën, zero. S'kam shita si gjë. Gjitha i dyqan aty, rrim kohë. Po hajde për këtë s'ka faja is. Si ja dini? Që ja dalim, me të keq, kemi ngëcur aty se kemi hedh mallin e rrim kohë. Edhe që ka nikur njerëzit... Po njerëz, jo ka nikur, tash kush i ka përgjegjësitë atë s'di unë se s'ngarkoj do. Po themi që nuk ka punë. Edhe bashkia të vit na rregulloj tregun paktën. Na bëj diçka këtu. Se hyet në treg sikur hyen në vjen dhe të hojë, vjen shkalon dot tregun. Po të hoj. Po shikojnë kocës vjen të na marrin gjëra këtu. S'na merren e gjërat i hoj. Thjesht shikojnë dalin të hoj. Po flasim për të vendit këtu, po ne s'na kanë bërë një shërbim. Të kemi një shërbim në treg, ne këtë duam. Të rregullohet tregu, pastaj risk është ajo çat vjen për punën. Po të kemi një çezëm të lajmë dorta, më fal, një tualeta, se si kemi kushtet fare këtu. Zero. Ne si thonë shqiptarët të bëjmë siç na zë, po që nuk është normale se kur paguan, duhet të kthehet diçka për pagesën që bën. Vajtëm 20 vjet këtu do i kishim. Çfarë paguajmë? Paguajmë taksën për pastrimin për. Po, ku pastroj ne unë shi vet, laj vet aty kush. Çfarë pastrimi bën aty? Marrin lekun e ikën. Nuk shikojmë. Kështu që gjithë këtu. Të më kthejnë gjysma paktën, të më japën 3 gjysmë mua, 3 gjysmë ndihman ata. Vazhdoni këtu? Këtu jam, ja. Për sa vitesh? Thash 35 vjet. Më kanë marrë 7 milion lekë, më kanë dhënë asgjë. Të paktën të më kthejnë 3 gjysmë. Se tani jam prag pensionit. Po ti bjen, po mos kimera. Të rregulloj këtë tregu më se bëj. Po të mrekullueshme as për premier s'ka vend. Për premier s'ka vend. Po folë ta mama fola shumë premier. Se shurri thon se çfarë do i thon? Do i thon. Me këto 35 vite sa herë ka vendosur për ta rregulluar? Sa herë ka zgjedhje? Sa herë ka zgjedhje? Vetëm kjo tregua fizike, sernit na pyeste kjo e rea.
Serdi kjo, su duk fare kjo. Ha, qa halikin aty. Po punët po i bën mirë, bardha po prish. Se shqiptarë për prishur ka lindur, për vjetur, s'ka lindur për asgjë tjetër. Tregjet nuk janë thjesht vende shitjeje, janë pikëtakime njerëzore, ekonomike dhe kulturore. Janë zemra e qytetit. Por kjo zemër sot rreth mes vështirësive. Vlora Flet kërkon më shumë vëmendje, më shumë standarde dhe më shumë dinjitet për tregtarët dhe qytetarët e Vlorës, sepse një qytet modern matet me tregun e tij.